Parafushata për zgjedhjet lokale po hynë në një fazë gjithnjë e më intenzive, teksa partitë politike dhe kandidatët e tyre nuk po ndalin takimet me qytetarët, premtimet elektorale dhe prezantimin e programeve të tyre. Çdo ditë rrugët, madje edhe shtëpitë me përkrahës shndrohen në arenë politike, ku secili synon të fitojë besimin e votuesve. Nga qytetet e mëdha deri në komunat më të vogla, dinamika e garës po rritet, ndërsa dita e zgjedhjeve po afrohet me hapa të shpejtë. Që nga fillimi e deri më tani, vëmendja është përqendruar veçanërisht në komunën e Çajirit, një nga zonat më të diskutuara dhe më të ndjeshme në këto zgjedhje lokale. Kandidati i koalicionit të vlen për këtë komunë, Izet Mexhiti, mori pjesë në hapjen e shtabit në Nëndegën Teli në Gazibab, i cili para të pranishmeve deklaroi se fryma e ndryshimit është e pandalshme dhe se qytetarët tashmë kanë dhënë verdiktin e tyre. Rinia ka qenë gjithmonë zëri i rezistencës, dinitetit edhe ndryshimit, ka thënë kandidati i Aleancës Kombëtare për Integrim Bujar Osmani, i cili në kuadër të parafushatës ka takuar disa të rinj. Fushata e zjarrit po zhvillohet edhe në Tetov. Kryetari aktual që synon edhe një mandat, Bilal Kasami nga Vlen, shpërndan fotografi dhe video të makinerive të cilat punojnë në terren, ndërsa kandidati i AKI-së Bajram Rexhepi kërkon votën e qytetarëve derë më derë, duke realizuar takime të ndryshme. Situata më e relaksuar vërret në Saraj, kandidati i Vlenit Muhamet Elmazi dhe kandidati i AKI-së Blerand Ramadani në vend të akuzave për njëri tjetrin, ata e kanë zëvendësuar me premtime konkrete për qytetarët, ku Elmazi gjatë një takimi me forumin e grave premtoi se komuna e Sarajit do të angazhohet për fuqizimin e grave në të gjitha nivelet, si atë politik, ekonomik, edukativ dhe shëndetësor, duke siguruar barazi gjinore, mundësi zhvillimi dhe mbrojtje nga çdo formë diskriminimi ose dhune. Nga ana tjetër, Blerand Ramadani nga AKI ka vizituar vreshtarët e fshatit Bojan, ku zotua se si menaxhmenti i arshëm i komunës do t'i asistoj vreshtarët e Bojanës me projekte moderne për ujitje me sistem. Ndërkaq, parafushata nuk ka munguar as edhe nga kandidatët e pavarur për komunat përkatëse. Visar Ademi, i cili synon komunën e Gostivarit, gjatë një konference për media, ka dalë me plan konkret se si do ta nxjerrë komunën nga borxhi, ndërsa kandidati po ashtu i pavarur për komunën e Strugës, Mendi Qyra, ka vizituar disa biznesmen strugan që jetojnë në Itali. Ndryshe, premtime për zhvillim urban, përmirësimin e infrastrukturës, por edhe avancimi i kulturës po dominojnë në fjalorin e kandidatëve për kryetar komunësh.